kur disa prej fetarëve, konservatorëve largohen për vetëvendosjes, i vjen një moment Abdullah Grinako hyn në vetëvendosje. Po që kjo të njoja, bota sillet ç'të. Me thonë A e kanë pas mirë ata, a e ki mirë ti? Na besojmë që çdo gjë lëvizje, edhe bota e ngurtë, se lemo bota e gjallë. Në kuadër këtyre lëvizjeve ndodhen edhe këto lëvizjet sociale e politike. Me thënë drejtën, në këtë kohë unë u bona pjesë e lëvizjes vetëvendosje për me thonë 3-4 arsye. Para u propozu Ministria për Familje për kryeministit Kurti. Unë kom pas këtë propozim edhe po duam edhe kontributin, po shëton që e ka propozuar. E dyta, nuk po mundem me vazhdu me qenë pjesë e një mendësie politike që për fat keq më shumë bëhet lajm ose gëzohen kur vendosen flamojt serbën veri se sa kur i vendos flamojt Republikës Kosovës. Po jemi kemi stërngarku kauzat kombëtare mbi natë partijake. Çka është e mirë duhet mi thonë e mirë, çka është me tmeta, me lëshime, me gabime, mundet me diskutu edhe me debatu. E treta menoj që në këtë kohë edhe temat për cilat jemi të preokupum kemi me realizu shumë alet në kuadër të një organizimi politik në mesin e secilëve ka aq shumë njerëz që besojnë vlerat përbashkëta me neve. Edhe më kam prit me thonë drejtën, flas për qytetarët, për mesazhet që kanë ardhur, për mbështetjen që jemi të pas gjatë kësaj kohe, definitivisht muj me thonë që jemi befasum me mbështetjen që e kum pas për njerëzve me cilë dojmë vlerat njëjta e që jemi pjesë e lëvizjes vetëvendosje edhe që e kam prit kopri tyne pilot që kanë thonë kemi prit këtë vendim tani shumë aty, po që deri tani sa ka ardhur caktimi për me qenë pjesë e kësaj ekipe. Po të leadershipi vetëvendosjes, a ki tur të lira? Për pjesën tonë, për pjesën e vlerave që me dhënë kontributin tonë. Unë besoj që pa u ndiku, pa presion. Unë mendoj që pjesë tona, që janë pjesë e vlerave tona, nuk kemi me pas asnjë presion. Ka pas shumë fjalë më herët që nuk mundesh me qenë kandidat për deputet lëvizjet vetëvendosjes se të pyetin a je pro kodit civil. Është e vërtetë që jam të përjetu vetë. As kush nuk më ka kontestu vlerën tem besimit edhe vlerat e mia për familjen që besoj, askur kush nuk i ka qit pjesë e debatit ose diskutimit. Nuk i ke pas ndonjë farë? Absolutisht, askush, as bisedë, as hiç. I ke vlerat tua, për vlerat tua je ardhur për me lobu, për me punu edhe për me qenë pjesë aktive. Po nëse ndodh me votu ndryshe prej fraksionet, prej lëvizjes vetëvendosje nesër. Janë 14 deputet, dikon 15 deputet që kanë votu kundër kodit civil. Veç 2 kanë dalë për tyne, pjesë tjerëve janë deputet, kandidat për deputet ose kryetar komunash. Pra nuk janë që kanë dalë prej lëvizjes vetëvendosje ose i ka nxjerrë lëvizja vetëvendosje gjithë ata që kanë qenë kundër kodit civil.